Vendet e rajonit të Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane për dëbimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar, ka konfirmuar Departamenti Amerikan i Shtetit për Radio Europa e Lirë. Megjithatë, dash nuk komentoi raportimet e medias amerikane Bloomberg se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po përpiqet t'i bindë vendet e Ballkanit që t'i pranojnë emigrantët e dëbuar, kryesisht nga Kuba, Haiti, Nikaragua dhe Venezuela, të cilëve u është hequr statusi i përkohshëm ligjor në SBA. Shtetet e Bashkuara, thuhet në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk i komentojnë detajet e komunikimit diplomatik me shtetet e tjera në kuadër të strategjisë për dëbimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar. Partnerët amerikanë dhe udhëheqësit rajonal po punojnë ngushtë me ne për t'i dhënë fund krizës së emigrimit të palishëm dhe masiv, theksoi Departamenti Amerikan i Shtetit, duke shtuar se zbatimi i politikës së emigracionit të administratës së presidentit Trump është një nga prioritetet kryesore të tij. Largimi nga SBA-ja i të huajve për të cilët ekzistojnë urdhra përfundimtar për dëbim, si dhe dëbimi i emigrantëve të palishëm, i mbron Shtetet e Bashkuara nga terroristët e huaj dhe kërcënimet e tjera ndaj sigurisë kombëtare dhe rendit publik. Është shprehur dash. Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi gjithashtu se bashkëpunimi i vazhdueshëm me qeveritë e huaja është kyç për parandalimin e emigrimit të palishëm dhe masiv, si dhe për sigurinë kufitare. Siç është shprehur sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, ne mbetemi të vendosur në përpjekjet tona për t'i dhënë fund emigrimit të palishëm dhe masiv dhe për të forcuar sigurinë e kufive amerikan. Në këtë drejtim, çdo shtet duhet urgjentisht të pranojë kthimin e shtetasve të vet, që nuk kanë bazë ligjore për të qëndruar në Shtetet e Bashkuara, theksoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Në disa raste mund të bashkëpunohet edhe me vende të tjera për të lehtësuar largimin nga Shtetet e Bashkuara të shtetasve të vendeve të treta që nuk kanë bazë ligjore për të qëndruar në SBA, thuhet më tej në përgjigjen e dash. Sa kaq Bloomberg News raportoi më 5 qershor se administrata e presidentit Trump po ushtron trysni ndaj Serbisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit që t'i pranojnë emigrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara.